themelori në Prishtinë, i akuzon të pandehurit Drita Millaku, Sali Zyba dhe fitore Pacolli Dalipi, me të dhënat personale si që konfirmuan në këtë proces verbal. Sepse, me datën 21 mars 2018, rreth orës 12:10, deri në orën 15:40, në Prishtinë, saktësisht në sallën e Kuvendit të Republikës së Kosovës, fillimisht i Pandehuri Gjelas Feqta, deputet i Kuvendit të Republikës së Kosovës, por edhe 2 herë tjera edhe më pastaj edhe të Pandehurit, Drita Millaku, Sali Zyba, fitore Pacolli Dalipi, deputet të Kuvendit të Republikës së Kosovës, kanë përdorur armë, mjete plasëse në shkelje me ligjin e zbatueshëm lidhur me armë, ashtu që kanë ndezur disa bombola të gazit lëcjelës, të cilat i kishin hedhur brenda sallës së seancës plenare të Kuvendit të Republikës së Kosovës, në atë mënyrë që e kanë pamundësuar vazhdimin e seancës së Kuvendit, ku si rrjedhoi të gjithë deputetët ishin detyruar të lirojnë sallën e Kuvendit. Me këtë, secili veç e veç kanë kryer veprën penale, përdorimi i armës apo mjetit të rrezikshëm nga neni 375 paragrafi 1 i Kodit Penal të Republikës së Kosovës. Drita Millaku, a mund të rrit në këtë procedurë për këtë drejtë të deklaru, më mbrojt heshtje, po përgjith gjitha pyetjet, s'ki obligim të recu vetë-vetën, mbrojtën heshtje me kuptojnë se pranën e fesinë, kurse pranimi i fesisë është vetëm lecuese për juve. A i kuptu drejtë të zëve? Do më deklaru apo jo? Do të mbrojnë heshtje. Do të pasi i pranova udhësimet e gjykatës, unë do të mbrojnë me heshtje, njëjtë Sali Zyba, edhe ju keni drejtë për më deklaru, më mbrojt heshtje se në kuptojnë se pranën e fesinë, keni drejtë më komuniku me avokatin të pojnë, ndërsa pranimi fesisë është rrethon lecuese për juve. Do më deklaru apo jo? Do të deklarohem. Duhet të deklaru. Duke konsideruar para këtë Drita se në mos komunikim të duhur nga avokati me gjykatën, konsideroj që është domosdoshmë për vërtetë e rëndë. Që është vetë anake? E një vetëm fajtor apo jo? Nuk e një vetëm. Po. Nuk e një vetëm fajtor. Fituar Pacolli, edhe ju pak një drejtë të deklaru, më mbrojnë heshtje, që në kuptojnë se në kjo pranën e fajsin, ndërsa që atë të paqartë më një komunikuar me avokatin tuaj, ndërsa pranimi i fajsisë është lecuese për juve. Fillimisht do më deklaru apo jo? Deklaruam që nuk ndjem fajtor. Faleminderit shumë, organ. Gjatë këtij shqyrtimi gjyqësor, përmes provave materiale, do të provohet për te i dyshimit të bazuar mirë se të Pandehurit kanë kryer veprën penale e cila ju vlihet më bashkë. Dhe kjo do të vërtetohet nga videoincizimet e siguruara nga Kuvendi i Kosovës, si edhe ato të publikuara në media, ku vërtetohet qartë se të Pandehurit kanë përdorur armën përkatësisht gazin lëcjelës në seancën e datës 21/03
2018 dhe me veprimet e tyre kanë penguar në kryerjen e detyrave zyrtare të deputetëve të tjerë që kanë marrë pjesë në seancat e kuvendit. Përmes fotoalbumit me fotografi do të vërtetohet fakti se pikërisht në vendi ku kanë qëndruar të pandehurit në sallën plenare të kuvendit të Kosovës janë gjetur dhe sekuestruar armët, përkatësisht gazi i cili është përdorur nga të pandehur. Nga raporti i njësisë për trajnimin e mjeteve të improvizuara eksplozive, viz IEDD, do të provohet fakti se gazi që është përdorur nga të pandehurit në këtë rast është armë, siç parashihet me ligjin për armë. Nga vendimi i datës 21 mars 2018 i nxjerr në 21 mars 2018 i nxjerr nga kryesia e Kuvendit të Kosovës do të provohet fakti se të pandehurit për këto veprime kanë pranuar masa disiplinore. E akuzuara Drita Milloko ka vepruar në cilësinë e deputetës së Kuvendit të Republikës së Kosovës. Veprimet e saj kanë qenë politikisht të motivuara si pjesë e protestës parlamentare e jo për qëllime kriminale. Çdo veprim brenda Kuvendit të Republikës të Kosovës vlerësohet si shprehje politike, jo si vepër penale. Nga akuza është e përgjithshme pas një përshkrimi individual të veprimeve të zonës Drita Milloko. Nuk thuhet çfarë armë është përdorur, kush e ka përdorur, kujt i është shkaktuar dëm. Nuk është specifikuar as dispozita ligjore shkelur, gjë që bën akt akuzën të paqartë dhe të pambështetur ligjërisht. Nuk ka asnjë provë materiale që tregon se Drita Milloko ka përdorur armë ose gaz glacial. Nuk ka asnjë provë që ndonjë person të ketë mësuar lëndim apo dëmtim fizik, psikologjik. I mbrojtëm ditën kritike, sipas këtij akuzës, e ka ndërmarrë vetëm një veprim politik. Veprimi politik konsiderohet se nuk është vepër penale. Me atë veprim politik është arrit një qëllim i dobishëm për vendin tonë, ku në datën e caktuar dhe në vitin e caktuar
është para parë mi marrë një vendim, i cili vendim ka qenë dëmshëm për vendin tonë, andaj veprimi politik ka qenë për mi marrë atë vendim dëmshëm. Konsideroj se vendimi politik, në vërtet veprimi politik nuk është vepër penale. Nuk kemi në shkencat lëndës ekspertizë të mirëfill që vërteton se gazi lehtësies është armë. Me armë di në praktik preluhet njeriu, qoftë arma zjarr, qoftë arma e ftoftë. Me gaz lehtësies nuk preluhet jeta njeriu. Ato nuk ka pas qëllimin mbrojtjen të dëmton ndonjë person të caktuar fizik. Ai gaz ka ndikuar edhe për mbrojtjen tim edhe për tjerë. Po thjesht konsideroj se veprimi politik nuk është vepër penale. Për mos më marrë kohë shumë, konsideroj se gjatë seancave për mua në VM do të vërtetohet me prova bindse që teza akuzës nuk do të qëndron. Domethënë nuk vërtetohet dyshimi i bazuar se i mbrojtja nga vepra penale. Përkundrazi, me provat që gjejnë në shkencat e lëndës dhe në ato provat që do t'i prezantojnë ase, eventualisht nëse po prokurorët na, do të vërtetohet në mënyrë të bëndshëm se mbrojtja nuk e ka kryer vepër penale për të cilën akuzohet. Për më shumë, e lëm fjalën prezantore, pasi që është fjalë hyrëse. Faleminderit shumë. Edhe, a mendoni që ka më vërtetuar fajësia apo po fajësia për ndërmjet? Na jena të bindur se do të vërtetohet me provat që gjejnë shkencat e lëndës dhe ato provat që eventualisht do t'i përkuzojmë, do të vërtetohet në mënyrë të plot pa fajësia të mbrojtjes tim. Faleminderit shumë. Edhe njerëz të tjerë që akuzojnë gjithë për një vepër Jo, penale. ti për klientin tanë. Në rregull. E një për obligim moral dhe profesional, me qenë se prokurori përveç që kejtë pasakt, nga i moment kërë ndëgjova mënyrën se si referu vendimet të kuvendit, duke qenë deputet seancën Ti referuse. se do të shkruaj. Po, sa u lexu fjala hyrëse e prokurorisë vrejta se aty ka pasaktësi. Po, Në akuz, po, me po pasimi nga prokurori në fjalë, dhe se kërë citoj disa për vendimeve, majta si evidencë që të si mund të më shkruaj. Ti se do disa vendime të kuvendit të Kosovës apo? pa, Po, vendime politike, për ditën të referuat numrit të të vendimeve, që unë nuk i kujtoj që kanë qenë në zbatim dhe implementim tonë, mirë po, veç i rikujtoj po thua. jo nuk i kujtoj që kanë qenë disponim, Aha, nuk i kujtoj. Nuk i kujtoj se ato vendime disiplinore të kuvendit të Kosovës kanë pas të bëjnë me rastin tonë. mirë po, Çfarë se shkruaj? teksoj, Disiplinore nuk kanë pas të bëjnë me rastin tonë. e teksoj, e apeloj të trupit gjykus, që para se të vazhdojnë në tutje, e morën një konfirmim që prokurori prezident me fjalë, ndoshta, e përsërit ndoshta, për shkak të afërsisë familjare, që është potencialisht, që kam informatën nga këtë moment, është i biri i sekretarit. Po je po ma kanë në bësë të shkruaj. Kjo është procedura. Jo, se do të shkruaj. Mirë. Por të se apeloj tek trupi gjykus, se më shpëtë kërgjej pa. Se po të kërgjej pa se tjera në të trupi gjykus, të me gjyqari vetëm. Veç një, s'ka trupi gjykus. Domethënë jeti referu gjyqarit. Gjyqtarit, Po. atëherë tek gjyqtari me stafin mbështetës, Jo drejtori gjyqarit, me stafin e mbështetës, që të verifikohet ko reale, që prokurori prezent, që të verifikoj se këto prokurori prezent të na deklaroj ose të na hek dyshimet se i njëjti që nga i furnizuar dhe apo indikuar nga prindit që kanë mbajtur detyrën zyrtare në kohën që ka pas emri prindit, që shu emri prindit. Ismet Krasniqi. Po, Ismet Krasniqi. Nëse ky siç u kuptoi këtu është i biri natyral i Ismet Krasniqit, e konsideroj më e pakta që është konflikt interesi dhe jo profesionalizëm. E konsideroj. Ti ki drejtë më në provoto për gjithë kuj, po në nuk e di këtë që u vërtetu ke i bjeri kuj jo është ato, po ju sa për kuptoj, ju kini drejtë jo. Kërkoj vërtetësi. Ju kini drejtë veç gjithë. Ju kini dhe avokatin që ju në konsultu me avokatin, ju sa për kuptoj, jeni të kërku preashtimin e prokurorit apo jo?
tashmë i vonuar pak. Jo, i vonuar në këtë deri në fjalën përmendore ju keni drejt kërkesë për arrestim gjyqësor Kërkesë si për prokuror. procedurë që konsideroj shumë jetike për procesin, që ky prokuror në këto të dhëna sipas me jetë të dyshimta ose të tejkaluara mbi landën të jetë i përjashtuar të paktën ky nga rasti. Do të thonë kërkoni, Për procesin nuk e kuptova mjaftueshëm do të thonë po kërkoni për arrestimin. ç'është tash. Pra, S'po i verifikohet është i njëjti dhe më pas mirë masat e nevojshme. pra kërkoj që të verifikohet se i njëjti është më të vërtet djali i Sekretari të atëhershëm që do duhet të shpërndarë vendimin tek nesi deputet, dhe me pas kërkoj edhe për arrestimin e të njëjtit nga kjo procedurë penale nga Keshku. po, Faleminderit Urdhano. se konsideroj Atëherë, që në Kosovë ka mjaftueshëm prokurorë të po tjerë sigurisht, që dhe shpega dëshmërinë të bashkëpunojmë gjithsesi me secilin që vjen të flas. pasi kemi një kërkesë për arrestim të prokurorit, sa unë gjyqësori merr lëndë, sa unë ta ndërpritet,